Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Jam I gëzuar në këtë speciale të veçantë të cilën po e transmetojmë sot, mbi një ditë të shënuar këtu në Michigan, në prag të pavarësisë së Shqipërisë. Të dashur bashkëdhetar, kemi privilegjin të përkujtojmë një ditë veçantë për komunitetin ton shqiptar të Michiganit. Një ditë që shënon jo vetëm afrimin e përvjetorit pavarësisë së Shqipërisë, por dhe një moment krenarie të pazëvendësueshme për të gjithë ne. Prej kohësh komuniteti ynë është rikthyer me një frymë të re, një dritë të brendshme që kemi ndjerë thellë në zemrat tona. Natyrisht kjo frymë me këtë rast mban emrin e babait ton Pashait, një udhëheqës shpirtëror I pajisur me vizion për kushtim dhe dashuri të pashteshme për ateun dhe besimin. Ai vijoi me dinjitet rrugën e baba Recepit të parruar, duke mishëruar harmoninë midis atë dhe dashurisë dhe vlerave të traditës bektashiane. Me punën e tij të palodhur, bashkëpunim të ngushtë me Federatën Panshqiptare Vatra, me nënkryetarin e saj zotin Alfons Grishaj, me drejtorin e degëve të Vatrës Mondi Rakaj, me kryetarin e Këshillit të Teqes zotin Mynir Nazifi, me juristën e mirënjohur zonjën Suzana Shkreli, me atë Eugen Shkurtin, me patriote veprimtar të shumë, si dhe me përfaqësues të institucioneve të Michiganit, u arrit të realizojë një ditë që do mbetet e gjallë në historinë e komunitetit ton këtu në Michigan. Kjo ditë kulmoi me një vizitë madhështore në Capitol Hill në Lansing, pikërisht në prag të festës sonë kombëtare të pavarësisë. Një vizitë e menduar deri në detaj më të vogël nga babai Litoni dhe Mondi Rakaj, që u dha mundësinë të përfaqësonin me dinjitet dhe krenari të gjithë shqiptarët e Michiganit, nga takimi me guvernatoren Gretchen Whitmer, dhe vizita zyrtare në Capitol Hill, dhe takimi me kryetarin e parlamentit të Matt Hall dhe përfaqësues të tjerë të lartë të shtetit Michiganit, çdo hap u shoqërua me respekt të veçantë dhe mikpritje që dëshmoi vlerësimin e thellë ndaj komunitetit ton. Por momenti më I paharrueshëm, thon pranishmit, ishte kur hym në dhomën e parlamentit në House. Aty emri komunitetit shqiptar të Michiganit dhe dita e pavarësisë së Shqipërisë u nderuan me duartrokitje të fuqishme dhe ngrohtësinë e barazisë së merituar. Një emocion I papërshkrueshëm, një moment që na kujtoi se shqiptarët e Michiganit janë një pjesë vitale e respektuar e këtij vendi. Ky vend, I organizuar me larg pamësi dhe profesionalizëm të jashtëzakonshëm, u dokumentua mjeshtërisht nga televizioni ynë Alp TV USA me drejtor zotin Ganivila dhe redaktore Valentina, kameramanin Fatjon Bobrati dhe Armela Gjokan. Në këtë muaj historik të shpallës pavarësisë së Shqipërisë, qeveria e Michiganit nderoi me proklamat mirënjohje komunitetin shqiptar të Michiganit, Teqen Bektashiane, Federatën Panshqiptare Vatra, Kishën Katolike të Shëmpalit, Kishën Ortodokse të Shën Thomait dhe televizionin ton Alp TV USA. Këto nderime dëshmojnë se koha e patriotëve të vërtet është gjithmonë e pranishme. Ajo nuk shuhet, ajo rinovohet me breza, me vepra, me përkushtim. Le të jetë pra kjo ditë një frymëzim për të vazhduar bashkë rrugën e unitetit, të kulturës dhe dashurisë për vendlindjen. Gëzuar pra pavarësinë, rroft komuniteti shqiptar I Michiganit, rroft Shqipëria.